protest jam si qytetare, si një nën, dhe në radhë të parë duaj që t'i shpreh ngushëllimet e mia familjare, veçanërisht nënës, sepse jemi nëna vetë. Dhe sot jemi për të nderuar kujtimin e Leandros, atë djali shëmbullor. Dhe njëkohësisht kjo duhet të shërbejë si një mesazh sensibilizimi për të gjithë qytetarët që në rast se konstatojnë raste të automjeteve që ecin me shpejtësi, të telefonojnë policinë e shtetit në mënyrë të tillë që qytetarët të bashkëveprojnë me shtetin për të parandaluar raste të kësaj natyre. Demin e kisha shok të ngushtë dhe jam prekur shumë për Leandron, dhe në këtë vend dua drejtësi për Leandron dhe për ne të gjithë që të kemi vënë në siguri që mos të bëhemi si Leandro. Duam drejtësi për Leandro dhe për ne që të kemi sa më shumë siguri, sepse ne nga këto po trembemi, nuk mund të kalim në rrugë sepse mund të trembemi që të na godasi dikush apo një makinë papritur. Duam të vemi të gjallë të prindrit dhe duam veç drejtësi. Leandro do jetë gjithmonë në zemrat tona. Edhe në dhimbje, therse shpirti është prap ndjenjë dashurie e bërja e njerëzve dhe e zemrave bashk. Një gjë që qyteti nuk e ka shpesh veti dhe cilësi të vetën. Çdo zemër po qanë në këtë moment dhe qanë vetëm për një moment, për një çast. Që ne mendojmë se e bëri ai tjetri, po në fakt ai tjetri jemi të gjithë ne. Është një moment deliri, një moment pa përgjegjshmërie, që unë do doja t'i thrisnim edhe veteve tona, jo vetëm gishtin të tjetri, sepse harrojmë që tjetri jemi ne. Është një thirrje për Leandron, për drejtësi për Leandron, por para Leandros ishin 2 motrat nga Delvina. Dhe para atyre ka pasur të tjerë që ndoshta nuk kanë humbur jetën, por janë të ngujuar në një karrocë. Dhe ne duhet ta mendojmë tjetrin përveç vetes, përfshi dhe veten, sepse ai djalë jeta e vet do të kalbet në burg. Shpresojmë që të merren masa në lidhje me drejtimin e mjeteve në gjendje të dehur. Janë të paktën të gjitha këto aksidente që unë përmenda, po dhe një tjetër ditën e shtunë ku ka qenë dëshmitare dhe djali ka qenë gjithashtu i dehur dhe në fakt u fajsua pala tjetër. Dhe kërkojmë, besoj, siç dhe familjarët, drejtësi për Leandron dhe kërkojmë të merren masa të mos ketë më Leandro të tjerë dhe dua nga zemra të falenderoj qytetarët. Ky është momenti ku për një çështje madhore zemrash ata dolën dhe kërkuan drejtësinë dhe mendoj që për çdo gjë të drejtë zemrash ne duhet të reagojmë, që sistemin që kemi ta përmirësojmë apo sido që të jetë ne të reagojmë për më të mirën.